Vetat po mi gati. Gati. Zoti Balla, konferenca e kryetarëve nuk arriti takosim gjatë ditës së sotme për dy kërkesat me mocion me debat për të kërkuara nga opozita. E para lidhur me protesta që po zhvillohen prej 25 ditësh dhe e dyta për raportin e Parlamentit Evropian. Cili është qëndrimi i mazhorancës? Ti marrim me radhë, por dhe që është kryefjala e përgjigjes time në konferencë kryetarëve dhe këtu përmes jush me publikun. I kam pyetur përfaqësues të opozitës në konferencë kryetarëve me çfarë mandati keni ardhur ju si zëdhënës të protestës. Nuk mora një përgjigje. Dhe pastaj i kam thënë që nuk ju njoh fare për përfaqësues të protestës. Pra pranoj gjithkënd tjetër të flasin në emër të protestës, por partinë e Sali Berishës nuk e pranoj dot kur si përfaqësues të protestës. I kam bërë me dije dhe i kam vënë në dukje se janë aq të paaft sa që kanë transformuar edhe kërkesat e protestuesve të paktën nga ato që janë bërë publike, pavarësisht se nga kush, një person me lidhje të ngushta me Iranin, por ky është diskutim tjetër. Po t'i merrje kërkesat që kishte sjell opozita dhe si leximi i kërkesave të protestës dhe ato që vetëm numri ishte i njëjtë, 5. Dhe vetëm pika e parë e kërkesës ishte e njëjtë, dorëheqja e qeverisë. Pastaj opozita në emër protestuesve kishte sjell një 4 halle të veta, ndërkohë që protestuesit kanë thënë ndryshime kushtetuese, ku përfshihet kodi zgjedhor, qeveri teknike me mandat 12 muaj, këto si kishin fare. Dhe në këtë këndvështrim dhe mbi bazën e këtij argumenti, unë dhe kolegët e mi antar të konferencës kryetarëve ja kemi bërë shumë qartë që nuk e njohim partinë e Sali Berishës si parti përfaqësuese e protestës. Dhe me qenë se tani më komunikimi bëhet publik edhe me ata që pretendojnë që janë organizatorë të protestës, kushdo qofshin ata, se ende nuk dihet se kush janë, po kushdo qofshin ata, edhe me qenë se kanë pasdite radhën e tyre për të folur, ti përgjigjen dhe kësaj çështje, a ka mandat partia e Sali Berishës të i përfaqësoj. Jo, nuk pyetat, ju opozita nuk e njihni. Jo, edhe ju jemi në konflikt interesi. Jo, s'kam asnjë konflikt. Po. Protestuesit nuk i njihni, njëri thoni është agent iranian, tjetri është agent i Greqisë. Kë njihni ju zoti Balla përveç Partisë Socialiste dhe grupit tuaj parlamentar? Atëherë edhe po ta ri përsëris. Partinë e Sali Berishës nuk e pranoj për përfaqësuese. Të pranoni se qytetarët ndërkohë që sapo nga protestuesit, me që e ke doni kështu, të mbërrijnë në Kuvendin e Shqipërisë një kërkesë me shkrim, do t'i kthej përgjigjen aty. Po mbledhen firma për referendum, do ta pranoni ju? Po një përgjigje për vajzën e zotit Tahir Sinani keni, ka për një status për. Po do ta përgjigjem edhe për atë. Por për këtë çështje besoj shumë që do ta qartësoj sot organizata e veteranëve të luftës të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe do jap një përgjigje. Zoti Balla, në lidhje me kërkesat e protestuesve dhe mocionin e kërkuar nga Partia Demokratike. Partia Demokratike në mocionin e saj, pak në ato që kemi lexuar, ne nuk pretendon në asnjë moment që është përfaqësues i protestave, por është e pamohshme fakti që në Tiranë dhe në Shqipëri po ndodh një protestë, po ndodh një ngjarje. Dhe opozita parlamentare e ka jo vetëm të drejtë, por mendoj edhe detyrën e saj të ngresh shqetësimet e qytetarëve në parlament. Se nuk e shikoni në këtë këndvështrim, pasi unë nuk e di nëse aty janë paraqitur si përfaqësues të protestës ose Të falenderoj sa. Edhe një po e them. Që mënyra se si ishte formuluar kërkesa ishte që partia e Sali Berishës vinte në kuvend për të kërkuar në emër të protestuesve 1, 2, 3, 4, 5. Dhe unë jam aq serioz në vlerësimin e kërkesave, jo për shkak Partisë Saliut,
por jam serioz për ata që janë në shesh, dhe i mora me radhë, tha, në emër të protestuesve, partia e Sali Berishës, tha që duam rrëzimin e qeverisë, tha, duam dorëheqjen e qeverisë. Ishte pika e parë. Në fund të komunikimit tuaj do t'ju jap të gjitha kopjet për korrektesë të komunikimit publik. Dhe i kam thënë, ju keni marrë përsipër të sillni në kuvend kërkesën e protestuesve sipas jush, që ju pas kanë mandatuar ju, që të kërkoni dorëheqjen e qeverisë. Nuk kërkohet me mocion me debat. Kërkohet me mocion dhe merrni proces verbalin, kërkohet me mocion mos besimin. Mblidhni 1/5, i bie